së pari, unë mendoj që e keqja më madhe për problemi i këtij vendi nuk është as prokuroria në tërësi, as Spaku dhe as zoti Dumani si drejtuesi kësaj strukture. Nëse ne do duam ta duartrokasim Spakun, mund të bëjmë një listë tani të gjithë punëve të mira që janë bërë dhe po ka vend për të duartrokitur. Nëse do duam ta akuzojmë, mund të bëjmë një listë tjetër të gjërave që nuk janë bërë mira, por nuk janë bërë fare, dhe atëherë kemi sërish argumenta për ta goditur. Unë mendoj që shoqëria, politika, media përgjegjshme do duhen të jenë të qarta të dallojnë kritikën nga sulmi. Ka një shembull në gazetari ku thotë, doli ministri i brendshëm i një vendi në konferencë për shtypje dhe tha, këtë vit tha kemi arritur nivelin më të lartë të zbulueshmërisë së krimeve, kemi zbuluar 86% të krimeve. Të nesme gazetat shkruanin gjitha, 14% e krimeve të pazbuluara. Tendenca për të identifikuar gjën që nuk është bërë, është detyrë e shoqërisë që luan një pozicion monitorues dhe kritik. Por duhet jemi deri tek niveli i kritikës. Pyetjet dhe diskutimet e kaluan kritikën dhe kaluan tek sulmet verbale edhe personale etj. Tani për të mbetur tek kritika. Unë vërtet thash, ka argumenta për ta duartrokitur prokurorin, por gjithsesi do dua të identifikoj ato gjërat që s'janë bërë. Dhe do konstatoj vetëm njërën, krimi zgjedhor. Krimi zgjedhor do duhej që, nëse më saktë, ishte sprova e vërtet e Spakut për këtë vit. Pati një